لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي أهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفلندرهم الله سبحانه وتعالى krijuesin e gjithësisë. Salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, mëshira, rahmeti dhe falja e Allahut le të jetë mbi ju dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, bekimi, mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Ramazani po përfundon. Sot është dita e fundit e këtij muaji të bekuar. Sot është iftari i fundit i këtij muaji të bekuar. Musafiri i ardhur sot do të shkon. Të nderuar besimtar, sa ne kemi tregu seriozitet në mikpritjen e këtij musafiri. Sa ne kemi kushtu, kemi nda kohë në ibadet dhe në adhurim. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala na boj për atyre që ne jemi mundu, jemi angazhu dhe jemi përpjek që ta respektojmë dhe nderojmë këtë musafir, ku ky le të jetë i kënaqur me ne. Të nderuar besimtar, elus Allahun subhanahu wa ta'ala që ti pranoj të gjitha adhurimet i ibadetet tona. Elus Allahun azza wa jall që të m'jap mu dhe juve sinqeritet e ikhlas në fjalën dhe vepra. Padyshim që ibadetet tona, adhurimet tona janë të pranuara kur ato apo nëse ato janë bo për hir të Allahut. Allahu im pranoj ibadetet tona. Allahu im ndëgjoj lutjet tona. Allahu im na mshira me mshirën tënde. Shumë shpejt kalojnë ditët dhe netët. Shumë shpejt ikin muajt dhe vitet. Kjo është gjendja e dynjas. Është ligji i Allahut që koha të shkoj. Kujto fjalët e Allahut, ku ai në Kur'an thot wali kulli ajalin kitab, që do të thot
Për secilin afat ekziston shënim evident e caktuar. Çdo periudhë kohore ka librin e vet ku është shënu caki i çdo gjaje. Atëherë të mendojmë, të logjikojmë, të meditojmë dhe të marrim sim në kalimin e kohës, kalimin e netve, kalimin e ditve. Inne fi khalqi s-samawati wal ard wa ikhtilafi l-lejli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allahu thot në krijimin e qiejve dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumentet qarta për ata që kanë arsye dhe mendje. Të nderuar besimtar, u mbyll kjo faqe, po përfundon muaji i bekuar i Ramazanit. Ka fitu kush ka fitu, ka humb kush ka humb. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pra ka shpëtuar ai që e pastron vetveten, e ka dështu ai që e poshtron vetveten. Ke adhuru Allahun gjatë këtij muaji? Ke agjeru Ramazanin? Ke fal namazin? Ke shtrit dorën e ndihmës? Jo ke lut Allahut? Ke bo adhurime dhe ibadete shtesë tjera? E ke shfrytzu, e ke nderu, e kemi prit këtë muaj me nderimet më të veçanta dhe më të larta? Qad aflaha man zakkaha. E ke pastru vetveten, me këtë pastrim e ke arrit shpëtimin. Allahu im, na bë të gjithve prej njerëzve të shpëtuar, e mos na bë prej atyne të dështuarve, sepse të dështuarit janë poshtruar këtë botë dhe në botën tjetër. Iku, kaloj, po shkon, shkoj koha, shkuan punt, shkoj koha, shkoj e gjithë ajo çka kemi bo gjatë këtij muaji. Vallë, a shkoj ki muaj me falenderime dhe mirënjohje ndaj Allahut? Apo shkoj ky muaj me qërtime dhe me vrejtje? Ai që ka bo punë të mira, leti plotsoj punë të mira, edhe leti vazhdoj edhe më të tje, dhe leta përfundoj jetën me vepra dhe punë të mira. Vëllezër musliman, ummeti islam, muslimanët kanë nevoj për ta llogarit ata vetveten. Muslimanët kudo që jetojnë në botë kanë nevoj që ata t'i bëjnë një llogari vetvetes, por kjo llogari tjetë e vazhdueshme dhe e pandërprerë. Muslimanët kudo që jetojnë kanë nevoj për analiza, kanë nevoj që ta analizojnë gjendjen e tyne ku e kanë. Ummeti islam
ka nevojë që të merr mësime duhuna nga ibadeti dhe nga adhurimi. Në këtë kohë të bekuar të muajit Ramazanit, ishte një shans dhe një mundësi që muslimanët ta ndrojnë vetveten, ta përmisojnë gjendjen e vet, e ta shfrytëzojnë ndjenjen e urisë, ndjenjen e sakrificës, në motivim dhe në ngritje të lartë shpirtënore. Ishte rasti dhe mundësia. Vallë, muslimant, ne a shfrytëzum këtë rast. A shfrytëzum dhe a përfitum nga ky muaj i bekuar. Çdo njeri prej nesh të jap llogari vetvetes. Çdo popull ta rishikoj gjendjen e vet. Kështu që këtë formë dhe në këtë mënyrë ne mundemi të arrijmë në cakun dhe qëllimin ku Allahu Azza wa Jall prej neve kërkon. Të nderuar besimtar dhe besimtare, Ramazani ka dhurata dhe mësime të mëdha, të cilat duhet të realizohen të gjitha. Prej mësimeve më të mëdha që ne të gjithë duhet të marrim prej Ramazanit, vendosshmërinë për ta luftuar të keqen, vendosshmërinë për ta luftuar imoralitetin, vendosshmërinë për ta luftuar kriminalitetin, vendosshmëri për ta luftuar çdo gjë që është e keqe, e damton besimtarin, e damton jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Vendosshmëri për ta luftuar padrejtësinë dhe të keqen në të gjitha format, në të gjitha instancat dhe në të gjitha poret e jetës. O robër të Allahut, ligjet e Islamit përmbajnë urtësi shumë të mëdha, synime dhe qëllime shumë të shtrejta. Prej synimeve dhe qëllimeve të agjerimit këtij muajit Ramazan është një qëllim, një mjet për të arrit takvallëkin, devotshmërinë, frikë, respektin ndaj Allahut. I nderuar i Allah besimtar, në këtë muaj të bekuar, gjatë këtij muaji të bekuar, ti që po shikon e ndëgjon, a i boj i devotshëm, a i boj i moralshëm, a i boj i ndëgjushëm, a i boj i respektushëm, a i boj i devotshëm takua, se qëllimi i Ramazanit është me të bo takua, që do thot me të bo devotshëm, me të bo njeri i cili i frigohesh Allahut, njeri i cili i ndëgjon urnat e Allahut, njeri i cili je i disciplinuar mësimet, porosit,
sugjerimet, këshillat e Allahut. A je prej këtyne që e ke arrit këtë? Takvalloki është cilësi e njerëzve të mirë. Agjerimi shkollë, kurs, që të vesh dhe të mbulon me petkun e takvallokit devotshmërisë. Agjerimi shkollë, që të ngrit nivelin e moralit. Agjerimi shkollë, që të zbukuron me sjellje, që ta përmison shpirtin, ta pasuron zemrën, ta rregullon anën e jashtme pamjen tonde, ta rregullon anën e mbrendshme, t'jep vlera, t'jep vullnet, t'jep angazhim dhe përpjekje për punë të më të tjeshme. Me një fjalë, agjerimi të forcon dhe të bën të vendosur në rrugën e Allahut. Vëlla musliman, motër muslimane, kërkesat e Kur'anit, kërkesat e Allahut vijnë njëra pas tjetrës dhe të thrasin që ti të përqendrohesh në fen e Allahut. Ti t'jetosh besimtar, t'jetosh musliman, t'jetosh i vendosur, t'jetosh me bindje dhe me iman deri në momentin e fundit kur del shpirti. Të nderuar, ne a kemi adhuru Allahun, a kemi adhuru Ramazanin? Na jemi kun ibadet qitë Ramazanit, a ibadet qitë Allahut. Nëse ne e kemi adhuru Ramazanin, Ramazani po shkon. Nëse ne e kemi adhuru Allahun e lartësum, Allahu Azza wa Jall është Zot edhe në muaj tjerë. Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili duhet të adhurohet sa t'jeti jeta jonë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allahu urdhnon dhe thot: bëni ibadet Allahut, adhuroje Allahun tek deri sa të vjen ty vdekja. Porosi e Allahut që drejtohet ty. Porosi e Allahut, Allahu i drejtohet mbar njerëzimit. Allahu kërkon prej neve që ne të adhurojmë Allahun deri në momentin e vdekjes dhe frymarrja e jonë. Fundi i jetës son tjetë me iman dhe me besim, të paluhatur në Allahun, dalim nga kjo botë me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Të nderuar shikues, lutjeni Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahut na bëjt mundur gjithve që ne t'jemi rob të Allahut, ne t'jemi adhurus të Allahut. Nëse ne jemi rob të Allahut,
nuk lejojmë të jemi rob të askujt. Nëse ne nuk jemi rob të Allahut, nuk e adhurojmë atë, nuk i krym urdhnat e tij, nuk përulemi për te, atëherë bëhemi rob të robërve të Allahut. Do t'jemi të nënshtruar, do t'jemi të nënshmuar, do t'jemi të poshtrum dhe do t'jemi të shtypën dhe nuk do t'kemi mundësi që ne të gëzojmë të drejtat tona aty ku jemi. O robër të Allahut, kthenjuni Allahut, let jetë ky Ramazan i ndrimit dhe i përmesimit, Ramazan i ngritjes shpirtërore, Ramazan ku ne e konfirmojmë dhe e pranojmë dhe e besojmë Allahun, krijuesi jon, furnizuesi jon, i vetmi i cili pranon apo duhet të adhurohet, dhe ne jemi rob njëherë e përgjithmonë deri në vdekje, rob të Allahut, dhe nuk lejojmë me qenë rob të askujt në asnjë vend, në asnjë kohë, por ne vetëm se e përulim qafën ton, i bim Allahut në ruku, i bim Allahut në sejdë, në Ramazan, jashtë Ramazanit dhe gjatë tërë jetës sonë. A ke arrit në Ramazan këtë bindje? A ke arrit në Ramazan këtë lartësim dhe vetdije? Nëse ke arrit, ke bo hapa në këtë drejtim, atëherë dije se ti je prej atyne që Allahu Azza wa Jall do ta lehtësoj jetën tonde, gjendjen tonde, dynjan tonde dhe fen tonde. Dëgjoje këshillën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që e rezimon, e përmbledh në 2-3 fjalë shumë të shkurta. Erdhi një njeri te i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguar i Allahut, ndëgjoje me vëmendje se çka i ka thonë. Ky njeri po i thot të dërguarit të Allahut: O i dërguar i Allahut, ma thuaj një fjalë në Islam, për cilin ma nuk do ta pyes askënd. Ma thuaj një fjalë në Islam që unë mos e ves askënd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju përgjegj dhe i tha: Qul, thuaj, amantu billah thumma istaqim. Thuaj, kam besuar Allahun e pastaj përqëndrohu. Thuaj, amantu billah, e kam besu Allahun dhe përqëndrohu. Forcohu, nguli komt në dinin e Allahut, në fen e Allahut, sepse aty e gjen shpëtimin. 2 porosit shkurta. Thuaj, kam besu Allahun dhe përqëndrohu re në besimin dhe fen e Allahut. Ndëgjoni fjalët e Allahut. Në lidhje me përqëndrimin
dhe vendos shmërin e besimtarit muslimanit në fen e tij. Allahu thot Kur'an: Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah خالدين فيها. Pa dyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, fala khawfun alejhim, nuk kanë arsye ata mu friksu, wala hum yahzanun, dhe as nuk kanë arsye me u mërzit e me u piklu. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, ata do t'jenë prej banorëve të xhennetit dhe për gjithmonë do në xhennet. Allahu na i poftë. Nëse thu kam besu Allahun dhe përqendrohesh në fen e Allahut, nuk ke nevoj me u mërzit as me u piklu, sepse ti do t'jesh prej banorëve të xhennetit për gjithmonë në xhennet. Allahu na i poftë. Dëgjoje fjallën e Allahut. Allahu thot: wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri tjetrin. A doni me qenë dashur me njëri tjetrin? Atëherë respektoni urdhnat e Allahut. A doni dashur me qenë njëri tjetrin? Besoni bindshëm në Allahun dhe qëndroni pa luhatur në fen dinin e Allahut. Veproni, punoni ato punë dhe ato vepra që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Ndëgjoni fjallën e Allahut. Allahu thot: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dhe thuaj, veproni, punoni, Allahu Azza wa Jall do ta shoh punën tuaj, edhe i dërguari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe besimtarët. Të nderuar xhirus, ti gjatë këtij muaji të Ramazanit është dasht me i realizu disa synime dhe disa qëllime. Shpresoj dhe jam i bindur në Allahun Azza wa Jall se ti e ki bo një gjatë tillë. Çka është dash ti me fitu? Me përfitu nga ky muaj i Ramazanit? Në një, ti gjatë këtij muaji të Ramazanit, o vëlla besimtar, motër muslimane, është dash që ti gjatë këtij muaji me fitu mallin dhe knatësin
apo me të marë malli për rahmetin e Allahut. Pash Allahun vetën atë ka marë malli gjatë këtij muaji për Allahun dhe rahmetin e Allahut. Pyete vetën am ka marë malli mu për rahmetin e Allahut? Am ka marë mu malli për mëshirën e Allahut? Të gjithve duhet në marë malli për rahmetin e Allahut, se nëse nuk në merë malli, nuk mallëngjehemi për rahmetin, faljen e Allahut, nuk e kemi fitu faljen e Allahut, nuk e kemi fitu rahmetin e Allahut. Të nderuar besimtar, lutjuri Allahut azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na bëj të mundur dhe të na bëj prej atyne që na merr malli për rahmetin e Allahut. Që në fillim të Ramazanit kemi përmend një hadith të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ku Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam spjegoi se njeriu me punën dhe ibadetin që e bën nuk mundet me hyrë në xhennetin e Allahut. Sahabët i thanë: o i dërguari i Allahut, a edhe ti nuk mundesh? Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: jo, tha vetëm me mëshiru Allahu, vetëm me rahmetin e Allahut, kaplimi dhe përthekimi i mëshirës e Allahut, mëshira e Allahut mu mshtyn në xhennetin e Allahut. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma i zgjedhuri i njerëzimit, pejgamberi i Allahut, ai nuk po mundet me hy me mshiren, vetëm se me mshiren e Allahut. Po te unë, vlla, motër, gjatë këti muaji, a kindi malin për rahmetin e Allahut, sepse me rahmetin e Allahut hyn në xhennetin e Allahut. Allahu thot: yudkhilu men yasha'u fi rahmeti. Kot doja Allahu e shtin mshiren, kot doja Allahu me rahmetin e vet, me mshiren e vet, e shtin mshiren e vet në rahmetin e Allahut. Mundohu të sigurohesh që gjatë këtij mujit ka marrë malli për rahmetin e Allahut. Nëse e ke arrit këto, shpreso dhe gëzohu se ti je në rrugë të mbarë. Gjatë këtij Ramazani në 2, a ki bo një jetë për Allahu mi ti falë gjinaat? A je vetë disu që ti me u përmisu? A je vetë disu që ti me bo një jetin që unë mo e kam bo një jetë, kam vendos që unë e mu konë muslimani mirë dhe mu bo burri mirë? Nëse e ke arrit këto, je në rrugë të barë. Gjatë të Ramazani e treta dhe e fundit, me gjitha këto ibadete, a i ngrit në një shkallë më të lartë. Nëse ki qenë klasë të parë, a ki dalë në klasë 2. Nëse ki qenë në një shkallë më të lartë, a ki kalu në një shkallë edhe më të lartë.
Nëse ke arrit gjatë këtij muaji këto mi bo, atëherë ti je në rrugën e drejtë, po në atë rrugë që të çon drejt xhennetit Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, Ramazani përfundoi dhe ne mos të harrojmë se nuk kemi qenë adhurus të Ramazanit, por ne kemi qenë adhurus të Zotit të Allahut të Ramazanit që e ka bo obligim, dhe Allahu është adhurus edhe pas muajit Ramazanit. Dhe ne duhet ti themi Allahut: o Allah, ne gjatë këtij muaji kemi bo ibadet, por ne nuk jemi kon Ramazanxhi, po na jemi kon ibadetçi, dhe ibadetin ndaj teje, o Allah, do ta bojmë edhe pas Ramazanit. Lutjuni Allahut me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, dhe me emrin e tij të madh: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. O Allah, forcona në rrugën tënde që ta arrijm xhennetin tënd. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar motra muslimane, sot është dita e fundit e muajit Ramazan. Na ka mbet edhe një iftar, edhe këtë iftar ta shfrytëzojmë duan dhe lutje. Ti lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala që ti pranoj të gjitha ibadetet adhurimet tona. Ti lutemi Allahut që Allahut na forcojnë dinin dhe fen e Allahut. Ti lutemi Allahut në kohën e iftarit, edhe këtë iftar për këtë muaj të Ramazanit, që Allahut na bojt mundër që në jetën tonë, sa do që t'jetojmë, edhe sa t'jetojmë, na boje prej atyne që ne do t'jemi ndëgjues të urdhave të Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, është dita e fundit e Ramazanit, por është edhe këshilla edhe ligjerata e fundit e këtij muaji të Ramazanit për këtë muaj. Atëherë, m'lejoni që pikës pari ta falenderoj Allahun Azza wa Jall që na ka bot mundur me dhon një kontribut modest. Allahu i pastrof qëllimet e mia. Allahu Azza wa Jall ma boft risk, nasib, të mundshme, ikhlasin, sinceritetin në të gjithë atë që e kom thonë gjatë këtij muaji. Allahu është dëshmitar, të nderuar besimtar dhe besimtare, dhe ju kum lut Allahut subhanahu wa ta'ala vazhdimisht, më shumë se një herë në ditë: o Allah, ma bën të mundur që unë ta jap një kontribut për hir tondin, për ty vetëm o Allah, dhe vetëm në emën tondin, e mos më bën prej atyne me dal, e me kallzu vetën, e me dal, e me u lavdru, por më bën prej atyne që unë për hir tondin çdo fjalë dhe çdo punë që e bëj, ta bëj për ty e jo për diko tjetër. Nuk jemi të nevojshëm për lavdatat njerëzve, nuk jemi të nevojshëm për lavdrime e komplimente, jemi të nevojshëm për juve të nderuar besimtar të bëni dua për mu që Allahut mi fal gjunahet.
Jemi të nevojshëm që të më kujtoni për të mirë, më këshilloni, të më sugjeroni, të më përkrahni në atë që është e mirë dhe që e kërkon Allahu dhe i dërguari i Allahut. Jemi nevojshëm për sinqeritet dhe e lusë Allahun Azza wa Jall qysh e kom lut deri më tani, edhe sot edhe në këtë moment, e lusë Allahun që këtë pak pun, shumë pak këtë pun për Islam që e kemi bo, ta kemi bo për hir të Allahut. Edhe e lusë Allahun që Allahu let jetë i knaqur. Nëse Allahu është i knaqur, edhe robërit e Allahut pa dyshim që duen t'jenë knaqur. O Allah im, po të falenderohem edhe njëherë këtë rast, dhe falenderimet ndaj teje nuk duhet përfundojnë as njëherë, që na bone ma bërë të mundur që ta jap një kontribut modest, dhe kjo është ligjerata dhe këshilla e fundit për këtë muaj të Ramazanit. E lusë Allahun të mi falë gjunahet e mija. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që këto pak vepra dhe pun që i kombo të më gjinden në llogarin e veprave të mira në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, gjithashtu pas falenderimit në Allahun Azza wa Jall, nuk mund të kaloj edhe pa shpreh falenderime dhe mirënjohje edhe në disa drejtime tjera. Rasulullahi thot: "Men lem yeshkurin nase, lem yeshkurillah." Ai i cili nuk shpreh falenderim mirënjohje ndaj njerëzve, nuk ka shpreh falenderim mirënjohje ndaj Allahut. Nga ky hadith mësojmë që ne ti falenderojmë njerëzit, ti falenderojmë institucionet, ti falenderojmë edhe të tjerë, sepse në këtë njëre kemi falenderu edhe Allahun. Pas falenderimit më të madh në Allahun, më pas më lejoni që ti falenderoj të gjithë dashamirët e fjalës së Allahut që kanë dhënë mundësin me paraqit fjalën e Allahut, pra televizionin Spektri, pronarët, punëtorët, ekipin, stafin, të gjithë pa i përmend emrat, të gjithë pa përjashtime, i falenderohem dhe lus Allahun subhanahu wa ta'ala që prej më të madhit e deri te më i vogli, prej kryesorit, drejtorit e deri te punëtorit më i vogël i kësaj shtëpie informative i televizionit, Allahu Azza wa Jall i udhasht çdo të mirë që ata e dëshirojnë. Thuni gjithë amin. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të gjithë këta të shpërblej me të mirat e ti në gjennet. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që këtyre ti jap të mira në dynja. E lusë Allahun Azza wa Jall që çdo e mirë, çdo mirësi e Allahut Azza wa Jall let gjindet tek ata, let gjindet tek familjet e tyre, let gjindet tek shtëpit e tyre, dhe vetëm Allahu i lartësuar mund të shpërblej këta vllazni që kanë dhënë mundësin e paraqitjes fjalës së Allahut. O Allah, po të lutem me emrat ty të bukur dhe cilësitë e tuja të larta, shpërblej këta vllazni që kanë kontribu, kanë dhënë mundësin me të mirat e tua, dhe bonja u të mundur këtynve që këta t'i gëzojnë të mirat e tua në xhennet, në xhennetin më të lartë Firdausin. Gjithashtu falenderimi i radhës
është për ju të nderuar besimtar, të nderuar vllazni, motra, prind, baballar, nona, 30 vjetër, burra e gra. Allahu Azza wa Jall të gjithë juve ju dhasht juve të mira. Ju shpërbleft Allahu Azza wa Jall juve që e keni ndëgju fjallën e Allahut. Allahu Azza wa Jall ja u boft mundër hyrjen e të gjithë juve në xhennet. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ti ullzojt pa ullzuarit. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ti shërojt smut e besimtarve. E lusë Allahun Azza wa Jall që ti liroj të gjithë burgosurit, vuajtësit, që me pa drejt janë duke vujt muslimanët në përburgjet e botës. Allahu t'i liroj ata, t'i kthej shëndosh, rahat e mirë në familjet e tëne. E falenderoj edhe njëherë Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall në nderoj si besimtar dhe si musliman. E falenderoj Allahun Azza wa Jall me ato falenderime që Allahu Azza wa Jall e meriton, dhe ne jemi të mangut në falenderimin e plot të Allahut Azza wa Jall. Po e përmbylli me duan, me duat dhe lutjet. Allahu im, të lutem që të na jepësh udhëheqje dhe udhëhecësi të mirë. O Allah, na imbulot metat tona. O Allah, na qetëson momentet më trishtuese. O Allah, përmirësoje gjendjen e muslimanëve. O Allah, pranoj lutjet dhe duat tona. Ti je dëgjues dhe i ditun. Prano pendimin se ti je pranuesi pendimit. O Allah, na fal të gjithë neve. O Allah, fali prindërit ton. O Allah, fali të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, ligjerata për këtë muaj të Ramazanit është ligjerata e fundit. Por mos të harrojmë edhe një gjë, sepse interesimi i madh i ka qenë i besimtarve në përcjellje këtij programi gjatë muajit Ramazan. Televizioni Spektri me dëshirë dhe vullnetin më të madh dhe më pozitiv po jep mundësinë që emisionet edhe pas Ramazanit një herë në javë do t'jenë të vazhdueshme me lejen e Allahut. Në televizioni Spektri është spjegu Islami dhe feja për çdo javë edhe më herët. Por pas Ramazanit do t'jenë emisionet drejt për drejta, këtë mundësi po e jep ky televizion. Edhe një herë, Allahu i shpërbleft, Allahu në peshojën e të mirave çdo mirësi ja shënoft. Të nderuar shikues, e lusë Allahun Azza wa Jall na bëjt mundër që ne ta fitojmë faljen dhe mëshirën e tij. E lusë Allahun Azza wa Jall që të na takojnë në xhennetin e tij. E lusë Allahun Azza wa Jall që ta pranoj agjerimin ton, ibadetin ton, adhurimin ton. Në fillim e falenderoj Allahun dhe në mbarim e falenderoj prap Allahun dhe i përcjelli salavatet bi Muhammedin më dashurin ton sallallahu alaihi
wasallam. Gjerë në Ramazanin tjetër, ju lë nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.